Fillon, mund të mbjetoj së kërkesa është për shkarkime, mund të mbjetoj Sërisha Abdixhiku shkarkimit sekretar i LDK-s apo? Nëse pjesën tjetër, pra e ka zoti Abdixhiku përveç 148 deputetëve që i bie dikon 207 delegat, nëse të gjithë 207 delegat do të jenë pro zotit Abdixhiku, sigurisht se do të mbjetoj, mirë po ka dyshime shumë të mëdha që janë bërë shumë pazare për pro dhe kundër. Sfundi është angazhuar Vjosa Osmani, e cila në një prej restoranteve të Pushkëzog ka takuar një pjesë të këtyre delegatëve të cilët kanë kërkuar shkarkimin e zotit Abdixhiku, pra për të bindur që mos ta votojnë për shkarkimin e tij, është mbajtur para 2-3 ditësh në një prej restoranteve në Fushkosov një takim, ku Vjosa Osmani ka thirrur prej saj, pra duke i dalë mbështetje zotit Abdixhiku. Mirë po ka një pjesë tjetër që po lëbohet jashtëzakonisht shumë nga këta që kanë kërkuar shkarkimin e zotit Abdixhiku, duke bërë, po themi, presion kuptimin e asaj që për ta votuar pra shkarkimin e zotit Abdixhiku, pra po bëhet një luftë shumë e fortë brenda llojit dhe nuk dihet se cili krah do të delë më i fortë. Mirë po të kujtojmë që në dhjetor të vitit kaluar zoti Abdixhiku për shumë pak vota pra e ka lejë testin, edhe pse një pjesë që kanë kërkuar tashmë shkarkimin e tij, në atë ku ishin favor të tij. Pra duke shtuar gjithë këto është shumë rrezik zoti Abdixhiku. Pra pavarësisht se duket në shifra që e ka komoditetin, mirë po kur vjen puna në fund është shumë e vështirë të dihet se si do t'ja del. Dhe nëse do t'ja del për 2-3 vota, unë besoj që rezultati të jetë aq i ngushtë sa 2-3 delegatë do ta bëjnë shtellimin këto. E kuptoj. Jo më shumë.